nëse do të ketë bombardime në Teheran, Iran, Jeruzalem dhe disa qytete të tjera. Ja ku jemi, Gjinishi është duke konsultuar ndërkohë me lajmet më të fundit nga website-et që ai lexon në arabisht, sepse Gjinishi duhet të thënë që ka mbaruar studimet në Libi. Do ta themi këtë gjë dhe flet arabishten njësoj si shqipen, dhe kjo është një pasuri e madhe për këtë emision, që kemi Gjinishin i cili flet arabishten dhe që informohet, merr dhe pjesën tjetër së thua është informacionit, jo vetëm pjesën perëndimore dhe por edhe atë që thon pjesa tjetër. Ja ku jemi, deri në këtë moment duket qetësi, po lajmi është ky Gjinish. SBA do godasonte me GBU 57 apo jo? Nuk e di Ledio, a ke një video që tani sa së fundmi ku tregon pikërisht, ka nisur një video ku tregon pikërisht këtë lloj bombe të tmerrshme që nuk e di sa thellë futet. Quhet GBU 57 që kanë vetëm amerikanët. E ke video ndoshta nga të fundi që të kam nisur tani në WhatsApp. Është kjo që po shohim Ledio apo është tjetër? Kjo që po shohim. Kjo që po shohim, bravo, Gjini shikoj çik vlla. Lere celularin sepse kemi dhe Eno që do na mbaj të updateuar nëpërmjet sajteve që ai shikon, X-in dhe të tjera, nëse ka ndonjë lajm të ri nga Trumpi. Ja, kjo është bomba e tmerrshme Gjini që po shohim ne, quhet GBU 57. Është bomba më e madhe që ekziston. Më e madhe që ekziston, dhe vetëm amerikanët 13.6 ton. 13.6 ton. Nuk e di sa kushton prodhimi i kësaj. Do të jetë miliona apo? Fund që miliona shumë. Qyta. Gjinish, ky është lajmi që presin sot të gjithë. Për të mbajtur thelbin dhe pastaj për të marrë me detajet që s'do kemi kohë, po. Thelbi është ky, dita e 6 apo e 7 e luftës nuk ka rëndësi, o e 6 apo e 7. Numri të vrarëve nuk dihen, ka më shumë sipas informacioneve në Iran se sa në Izrael. Por Irani sipas gjithë analistëve që kam dëgjuar deri tani, nuk e di se shtot pjesa tjetër do na i thuash ti, ka pësuar më shumë dëme se sa Izraeli, pra Izraeli në familje duket që është në ofensiv. Por ajo që na intereson Gjinish është, ne nuk e do kemi shansin apo jo ta kapim bombardimin e amerikanëve, pra të SBA-s, nëse ai do vendosë ta bëj, mbasi kjo do ndodhi gjatë natës, mbasi s'do ndodhi fare. Po të paktën ne po e paraprim me një pyetje atje poshtë që të gjithë ju që na shikoni në këtë moment mund të shkruani te 068 20 02 868 dhe jepni opinionin tuaj ose infon nëse keni që na shikoni nga gjithë bota, kudo që ndodheni dhe që flisni shqip. Si mendon Gjinish? A do marri këtë vendim Trumpi apo jo? O shumë afër. Tani sapo ka patur një komunikim me median presidenti Trump, i cili pritet që pas një ore të mbledhë Këshillin e Sigurisë në Shtëpinë e Bardhë, Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe siç bën gjithmonë presidenti Trump në këto daljet evazive, thotë jemi të gatshëm për çdo lloj skenari, kemi të gatshëm edhe skenarin pas rënies së regjimit, por porta është e hapur për vazhdimin e negociatave nëse Irani heq dorë nga gjërat. Ndërkohë duhet thonë që pati dhe një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë pas ardhes së presidentit Trump në takimin e G7-s nga Kanadaja, dhe në atë mbledhje nuk u mor asnjë vendim për shkak të mungesës një dakordësie midis këshilltarëve të Shtëpisë së Bardhë. Duhet thonë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë njëra pjesë e këtij imazhi politik ndërkombëtar mbi qëndrimin që mbahet ndaj konfliktit, por kemi edhe pjesën tjetër. Për shembull, ministri i jashtëm francez para pak minutash deklaronte që ndërhyrja ushtarake zgjidhja e gabuar, që nuk duhet bërë. Francezët atë pozicion kanë mbajtur gjithë jetën. Francezët, edhe tani Macron kishte ngarkuar ministrin e jashtëm francez, i cili të ndërhyjë të marrë një iniciativë për të ulur palën në bisedime. Megjithatë, e di pse ta lëmë më janë Franca, se Franca ka vite që me Macronin vetëm po regreson. Është e vërtetë. Do të trosh mopetin nuk e pierd njëri. Është e vërtetë. Ta themi këtë gjë. Është e vërtetë. Unë që i ndjek gjatë gjithë kohës e di që janë në situata më të rëndë që kanë qenë ndonjëherë. Mirë. Atëherë, para se të vim tek SBA do godas apo jo, sepse kjo është një pyetje shumë e vështirë. Ne përgjigje nuk do ta themi dot më. Do themi cilat janë skenarët nëse godet, nëse se godet. Marrim konsiderat çfarë do ndodhi nëse godet. Skenari nëse godet me këtë bombën po themi, me këtë të tmerrshëm. Nëse godet me këtë. Çfarë është? Bëhet fjalë për 3 centrale. Shiko, se pak është thënë. Ne themi 2-3 centrale bërthamore Irani. Irani ka 21 njësi bërthamore. 21 njësi bërthamore. Jo të gjitha. Po kjo Fordo do të jetë një nga më të rëndësishmet. 3 janë çani. Është Natanza, cilën e folëm dhe javën që shkoi. Natanza është qytet, është në Ukrainë. Ai që u godit. Por u godit vetëm pjesa eksperimentale, se janë 2 të Natanza. Një është mbi sipërfaqe dhe merret me eksperimentet bërthamore, dhe pjesa tjetër po ty Natanza është futur në tokë. Është Natanza, është kjo Fordo
Dhe kjo është pjesa më... Pikërisht. Aty ku janë, si thua, janë përqendruar gjitha Thonë që kjo është e thellë, rreth 1000 metra poshtë. jo, nuk është 1000, është pak më Rreth pak. 1000 metra. 800 më thanë, diçka e tillë. 850, 1000, po kush e di të saktë atë histori. Dhe është Asfahani. Ta komentojmë çitë breshkën se kjo zot na iki. Ledio, aman më bor, hape çitë madhe. Shqipëria bëhet gati për luftë, kush e futi këtë? Çisa perlësh kjo, aman më eno shikojnë çitë breshkën më. Shqipëria bëhet gati për luftë, shikoj çi bresh dhe dy plumba sipër breshkës. Shiko, Nuk e di kush e ka bërë këtë, por është një perlë, e kupton. Të do të jenë plumbat Ma nisën sot. Ma nisën sot, vlla. Plumbat e Çfarë Gramshit perlë? janë këto apo të Poliçanit? Nuk e di se të kujt janë, po ideja është brillante, e kupton, është brillante. Mirë, me që se jemi këtu, në qoftë se më lejon të bëj koment çani. Shkurt fare se do të kalojmë Po prapë. shikoj ambasadoren Breshka izraelit, Ninja. Breshka Ninja, po. Po shikoj ambasadorin e Izraelit në Shqipëri sot, e cila dhe midis tjerave tha që po Shqipëria mund të jetë objektiv i Izraelit. Tash kjo është përhapje paniku kot. Shqipëria E kemi dhe ne atje, e kemi. totalisht jashtë këtij konflikti, nuk ka asnjë arsye dhe Irani nuk i ka Ka mundësi mos mi djegësh etapat. Do të pyesun për atë se kemi ja 300, jo po kemi 300 mujahedin. Po ti marrim me radhë. Sa? 4000 ca valla. 4000 ca. Të lutem, po nuk dua ndërpres, kërkojnë ndjes, po duhet i vëmë me radhë. Mirë. E para një herë të merrem me këtë. Skenari nëse Trump sot vendos godasin. Po. Ç'a ndodh? Çfarë është GBU-ja? E para një herë që sipas gjithë analizave është e pamjaftueshme GBU 57B-ja, e cila është bomba më e madhe që ekziston. Është një bombë 13.6 ton shumë. Me leje pra ndërprerje. Po. Trump sapo, lajmi i fundit. Nuk ka armë pushim. Duan fitore absolute kundër Iranit. Fitore është që Irani mos ketë bombën. Po. Pra, po bëhet gati goditja. Po. Unë kështu e kuptoj. Po. Është një lloj si deklaratat, nëse do të bëj një kundërpërgjigje, duke pas parasysh natyrën e presidentit Trump. Është një lloj Kersteimer. Sapo, lajmi i fundit. Në do pritet sot vlla, s'ke ç'bën. Po problem fare. Se sot nuk është më shumë lajm se analizë. Patjetër. Kështu të lutem mos u mërzit sot. Jo, fare. Gjinish. Kërkoj ndjes. S'ka lidhje me ty as me mua. Të lutem, jo. Nga ndonjëherë që ndjekim çapo ndodh. Ka ndonjëherë ka aktualitete që nuk na lën të analizojmë. Ja më të rëndësishme ato se analizat tona fundi fare më. Sapo, e fundit fare, lajmi i fundit, ej. Tani, një sekond Gjinish ta lexoj. O, vazhdo. Patjetër. Pra pasi Trumpi tha këtë, ta lexoj edhe një herë Trumpin. Për njerëzit që vinë tani. Jemi live, ora në këto moment është 22:16 minuta. Kështu të gjithë ju që jeni duke na parë pa merak, rini këtu me ne, siç rini gjithmonë, jeni të shumë që po shihni në YouTube ndërkohë, përveç se në ekran. Jeni pafund. Trumpi ka thënë, nuk ka armë pushim, duam fitore absolute kundër Iranit. Fitore është që Irani mos ketë bombën bërthamore. Tani, në të njëjtën kohë Gjinish, zonja zotrinj. Keir Starmer, që është kryeministri i Britanisë Madhe, e vë kabinetin e Mbretërisë së Bashkuar në gatishmëri për një sulm të mundshëm të SBA-s ndaj Iranit pas takimit urgjent të që pritet. Të Kobra kush është? Cobra VSFT. Mund ma thuash domethënë Kobra? Se miqë ministë, po të pak të më thuaj që është Kobra. Perë, se më pëlqen shumë kjo fjale, kupton? Pas takimit urgjent në Iranit, pas takimit urgjent të Kobras. Kobra du t'jetë ndonjë gjë këtu, ndonjë instancë e lartë në Angli, në Britaninë e Madhe. E vërteta është kjo, për te kësaj takim, po. Të gjithë kancelarit e mëdha, shtetet fuqishme po lëvizin. Je i madh, vazhdo më furnizon me kështu lajme. Dhe duke që kemi një intensitet shumë të lartë të lëvizjeve në kancelarit e mëdha diplomatike në fuqitë e mëdha sigurisht. Jepi Gjinish, po të ndihmoj me lajme. Tani kush është historia? E zëm se godet sonte. E zëm se godet. Për çfarë do godasi? Për dy gjëra. Të godasi Fordon. Po pra, për dy gjëra. Ajo është e para. Qartë. Objektivi para. Aty janë përqendruar gjitha forcat. Me GBU 57. Për të shkatruar impiantin që Iranit mos ketë mundësi prodhimin e armës bërthamore dhe faza 2 të lojës, rrëzimi i regjimit. Tani. Tjetër gjë ajo, po para një herë të heqi këtë, po. Pjesa e parë. Skenari, na shpjegon skenari nëse godet. Po pra, e para sa kemi mundësi ta realizojmë, pastaj nëse godet, se që të godasi nuk është ka mundësi amerikanë ta realizojnë goditjen. Ta realizojë dhe ta ekzekutojë Fordon, ta shkatrojë. Amerikanët kanë vështirë ta bëjnë. Jo e bëjnë, po e arrin apo se arrin pastaj efikasitetin. Kjo është problemi. Nuk është çështje që godet apo s'godet. Puna është godet, pastaj arrin apo zonisht është histori tjetër. Po.
Atëherë, me qenë se do një përgjigje kështu shpejt, jemi më afër post se sa jos. Jemi më afër goditjes se sa jo goditjes. Të pak me deklaratat që janë bërë. Po, sepse thash, ka një intensitet zhvillime të jashtëzakonshme. Tani, nëse do mbledhësh themi 2-3 gjëra, çani teknike, për të thënë Kobra, emri plot në shqip është Salla e informimit të zyrës kabinetit A. Kobra në Mbretërinë e Bashkuar është takim emergjent qeveritar për kriza kombëtare. Është e njëjta gjë që bën Trumpi këto pas një ore në Shtëpinë e Bardhë. Vazhdimisht. Tani, Centrali Fordo është më i vështirë nga gjithë sepse është brenda maleve. Domethënë ka një hyrje dhe vazhdohet brenda maleve, malet janë granit. Graniti është një material shumë i fortë. E rëndësishme është që është një 850 metra, ndoshta 1000 metra poshtë dhe nuk është pingull. Po është i futur majtas, djathas, dhe nuk e godet dot për të arrijë. Nëse do lëshosh këto bombat. Ka lidhje me këto pamje që po shohim? Jo. Nuk e dim. Ledio për ne tregon. Ledio çfarë janë këto? Ka lidhje me këtë që po themi, jo? Po, për ato po flet. Kjo me këtë ka lidhje, po. Tu është Fordo? Të janë centrifugat që janë të futura thellë në mal. Në përmale, për ato po flet, për centrifugat në male. Pyet, hape që madhe Ledio këtë, ma bëçi për pak sekonda bëhesh të madhe, më lër vetëm mua me gjinishin. Jo, po më lër dhe mua me gjinishin, nëse mundesh. Po. Tani çani. Po gjinish. 850 metra poshtë, nëse do përdoret bomba GBU 57B, e cila ka peshon 13.6 ton dhe mund të hapi një krahtre për 60 metrash, imagjinoni duhen më shumë se 10 bomba. Në qoftë se është pingull. Unë ju thash që nuk është pingull. Me pak fjalë që mos u lodh. Është kështu, e di, është, me me kullën këtë. Me pak fjalë, domethënë, nuk ka asnjë shans që të shkatrohet impianti brenda. Por shipe imazhin e GBU 57. Është bomba më e madhe që ekziston. Në nëse hyn. Por çfarë mund ndodhi çani? Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë sulm mund të shkatrojnë hyrjen në central. Që s'është pak. Hyrje. Po sa hyrje ka? Sa hyrje të tjera nuk e dim se hyrje mund. Pra me pak fjalë, në të gjitha rastet, edhe duke përdorur këtë bombë GBU 57, e cila është bomba, si thua, arma e fundit, mund të godasi, nuk ka shans që nëpërmjet ndërhyrjes ajrore të shkatrohen totalisht aftësitë nukleare atomike të Iranit. Por, edhe me kaq sa ka bërë vetë Izraeli, ka bërë dëmtime plot. Dhe ju folët pak më herët mbi balancën e dëmeve. Patjetër që Izraeli ka bërë dëme shumë të mëdha se sa Irani. Ndërkohë, në kohë më po flasim, lajmet janë që në Iran nuk ka më internet. Mossadi, po do të pyes pas pak PS, ka arritur të bëjë dhe këtë dëm. Mossadi bëri edhe një dëm tjetër para dite, domethënë pati një sulm kibernetik dje edhe sot dhe bankat dolën komplet jashtë sistemit, por edhe po rikthyen shumë shpejt. Tani, çfarë po ndodh me këtë, se për këtë po flitet gjatë gjithë kohës tanë. GBU 57, çfarë po ndodh? Kjo transportohet vetëm me një lloj avioni B2, cilën e ka vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë po, të mendosh që gjërat po ndodhin kaq shpejt nuk është aq e saktë, çani. Gjërat kanë ecur, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë patur një plan nën tavolinë gjatë kohës që ishte negociata. Pse? Sepse në bazën Diego Garcia, kanë shkuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku është baza Diego Garcia? Diego Garcia është në Oqeanin Indian. Në jug të Oqeanit Indian. Po edhe? Është në gjithë fare, është 5150 km larg. Qartë. Nga Irani. Pika më afërt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë këtë municion. Po pra, ikën nga Kina, morën ato, ç'është ajo? Jo, këto s'kan të bëjnë me atë pjesë, domethënë. Bombat kanë ardhur direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se për këtë po flasim, në Diego Garcia, në këtë ishullin që ndodhet. Tani, avionët B2 ka një aftësi fluturuese prej 9000 ca kilometrash. Kjo bazë është 5150 kilometra larg, që do të thotë i ka të gjitha mundësitë potenciale që ta përdori, me një furnizim në kthim të këtyre avionëve. Ndërkohë që ka çuar edhe disa bomba në Diego Garcia, edhe avionët për t'i hudhur, edhe disa bomba. Flitet që mund të ketë 6 avion B2, secili nga avionët transporton 2 bomba të tilla, që do thotë mund bëj me një fluturim mund bëj 12 goditje. Sakt gjinishi më thonë në Diego Garcia janë, vetëm avioni B2 e mban të BU 57, thotë. Po, pra, po ka 6 avion B2 që mund mbajnë, secili nga ato mban 2 bomba, që thotë 12 bomba me një fluturim vetëm. Megjithatë, çështja është kjo, çani, a ka mundësi që nëpërmjet sulmeve ajrore, cilat mund të jenë tmerrsisht të suksesshme Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuptimin që mund të kaloj se nuk është në një arritje e madhe tash të kaloj aftësitë mbrojtëse kundërajrore të Iranit, sepse e bën çdo ditë Izraeli atë pjesë, aq sa e bën, po e bën, domethënë, edhe patjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë më shumë mundësi për ta realizuar. Çështja është, a do të arrijë me këto sulme
të eliminoj aftësitë bërthamore të Iranit, të shkatroj centralet, është e pamundur, Çani. Në të gjitha analizat që bëjnë ekspertët po flasim. Tani, çfarë do ndodhi? Dhe pse po e bësh edhe bashkë? Se i kishte B2. B2-shi. Po, përsa një mal. Sa i bukur është më burr. Po. O gjeni shi çfarë perle është. Te tregoj njerëzve se tani Ledios nuk dua ta ngarkoj Ledin e shkret sepse është shumë i kështu, po prit ta hap kështu shive që sa i bukur është ai. Prit. Ta marr kështu shive. Sa i bukur është o gjenish. Po. A? Si mund të bëjmë vepra arti të tilla, si ka mundësi. Janë ca momente ku vërtet njerëz dallojnë nga kafshët. Janë këta amerikanët që bëjnë këto gjëra dhe pastaj janë sigurisht izraelitët. Mund të jenë dhe izraelitët, pastaj amerikanët. Shumë si ka një të gjërës, shko çfarë perle. Si mund mos kesh respekt për këta, o gjinish. Me këta ke qef të vdesë, gjinish. Po njëri mi madhe jemi. Dgjoj për të kuptuar sepse dgjoj që tani të fortën, gjinish, bedonoj pauzë, shumë sepse ja vlen, për të kuptuar dgjoj në gjithë të çfarë perle. Më vjen mesazh ndërkohë që ne themi për Zoti Çani më mbrëma thot, Trumpi në shtëpinë e bardhë ka ujë. Vlora është pa pikë ujë. Ajo breshka është nga Vlora dhe proteston për ujin. Kam qejf ti them, kujt i ruhet për Vlorën o plag. Mbaruan zgjedhjet të mi. Po kush pierdh për Vlorën? E para zgjedhjet mbaruan. A e votuat Ramsin e 4, Ramsin e madh të 4. Mbani. Vazhdojmë gjinish. Kur vinë kështu mesazhet mua më kap një eksitimi papar. Edhe qajnë. Mirë. Sa fitoi ja 10? 10 me 4? Sa fitojnë Vlora ai? Aq sa s'ka fituar ndonjëherë. Tani, kujt i ruaj për Vlorën, plak? Kujt? Aman më mba Morarian, mbaj veten mos lëshoj gjë të tjera Morarian se janë në ekran. Mbaj pak veten morbur, mbaj veten s'të vjen turp morbur. Po mbaj më veten Morarian, bu serioz morbur. Imagjino të tishe ti drejtuesi i shtëpisë bardhë, ku do Kujt i ruaj shkone? për Vlorën, plak? E dëgjova Po më. flasim këtu, plak. E dëgjova më Ju çan. jeni mish për top, mor, jeni dhe jam qeni. Jeni handikapat të historisë, mor. Me ju do tallën gjithë jetën. Ai Ramsi 4, i 5, i 6 do ja u shtypi kokën, jo pa ujë, do li pa gjë fare. Dhe ju prap do rini me kokullur, mor, se jeni goima. Jeni goima. Prandaj unë bëj nga këto emisione të shikoni se kush janë humanët e vërtet. Ata i duhen respektuar. Jeni goima, mor. Asnjë respekt për ju, mor. Pa ujë fare të mbeteni. Allez vous faire foutre. Vazhdojmë gjinish. Po mendoja. Më kapi një kështu tani gjinish, kërkoj ndjes. Ishte një shpërthim im, ju kërkoj ndjes, ishte emocionale. Kam dhunë emocione. Edhe mua më erdhi një kështu Çani. Në fakt ishte aktrimi i gjithi. Ja, si ky avioni në ekran. Pardon? Si ky avioni në ekran. Si ky avioni. Ti më thua për ujë në Vlorë. Ky është. Shikoj më mrekullohu këtu, çfarë ujë më? Rimër pa bukë, pa ujë. Bombardues. Shikoj këtu vlla. Shikoj dhe mendo. Mendo që jeta jote iku për lesh kot për dhe jam qeni. Ton do të ishte tjetër gjë jeta jote. Ri atje dhe lutju Ramsit 4 të lejoj të jetoj, të jetosh, të marrësh frym, të heqi dhe ajrin. Dakord? Dhe mirë ta bën, të shtypi me këmbë. Goj. Pëlqeu si aktrim Bledio, isha mirë? Mirë ishte. Po doja mund të bëja edhe rolin tjetër. Gjinish më ka ardhi mesazh ku më thot Zoti Çani mirë brëma, Trumpi në shtëpinë e bardhë ka ujë. Vlora është pa pikë ujë. Ajo breshka është nga Vlora dhe proteston për ujin. Amër gjinish, si ka mundësi që janë këto padrejtësi më burr. Gjuna më vronjate shkret më kanë bet pa ujë, po shkusur kanë ata. Zoti kryeminist, ju lutem merrni masa për të punë. Çoni ujë në Vlorë, ata janë njerëz. Ata janë human, kanë drejtën e tyre elementare të kenë ujë. Mund të ishte ky roli tjetër. Unë zgjodha të bëja të parin. Tani bëra të dytin, zgjidhi këtë doni. Ale u feon leva. Vazhdo gjinish. Imagjino çfarë bën. Vazhdo gjinish. Ne po flasim se jemi në prag lufte bërthamore, Shqipëria thotë s'kemi ujë akoma. Vlorë dhe jemi në mes Vlora dhe jemi mes sezon, sa po ka filluar sezoni turistik. Lonjat e mi të shkret që i duaj shumë, do thonë, po përdojnë atë dialektin e bukur. Sa shumë kontrast ka Vazhdo bota ku jetojmë. Atëherë Çani, pse po bëhet ndërhyrje nëse do bëhet Shtetet Bashkuara të Amerikës? Megjithëse Izraeli pati një superioritet, Irani tregoi, dhe kur themi superioritet nuk është në ato nivele që diskutohet nëpër mediat shqiptare, kam dëgjuar plot njerëz që thonë është e hapur hapësira e Iranit, nuk është ashtu, se këto janë koncepte ushtarake. Hapësira është e hapur jo vetëm kur ti çon avion, por kur dhe ndalon sulmet ajrore nga i vend, ndërkohë që s'kan mundur të ndalojnë sulmet ajrore nga
Irani, sepse janë dy koncepte, dy modele ndryshme. Izraeli e mbështet fuqinë e tij në aviacion, ndërsa Irani në raketa, në dron. Kështu që janë dy gjëra nga toka, po. dhe ai ka qenë i suksesshëm. Aq sa ka qenë i suksesshëm. Gjinish, ky është skenari nëse Trumpi godet sonte me GBU 57. E para, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po futen në një luftë, cilën nuk do donin për një arsye. Izraeli arriti të jetë i suksesshëm ta tërheqë Shtetet e Bashkuara. Se kur nuk ka qenë? Sepse nuk ja dolin këtë rast me Iranin. Irani ishte jashtë parashikimit. Asnjë se mendonte që Irani do ngrihej aq shpejt, pas 16 orësh pas atij sulmi fatal ku vra gjithë leadershipi ushtarak, u bë gjitha goditje, vazhdojnë sot e kësaj dite brenda të zbuloj Irani grupe të Mossadit rekrutuar dhe ky është problemi më i madh. Domethënë, në një farë mënyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po futen për të shpërtuar jo vetëm fytyrën e Netanyahu, por shumë më tepër se kaq. Megjithatë të qëndrojmë tek skenaret. Kush janë skenaret e para? Jo, e tham mirë, skenari i goditjes më shpjegove. Po. Bukur. Kam një pyetje parantez para se të kalojmë te skenari i mos goditjes. Nëse Trumpi për shkak për arsye që ne nuk i dim, nuk godet. Me këto. Po para se të thuam atje, i pe avionët sot në Tiranë, duke se lidhjo ka imazhet. Ka kaluar disa avion ushtarak, u bë lajm. Po. Kaluan mbi qiellin ton. Po. Dim gjithë kujt janë? Jo se kemi iden kujt janë. E tham ja 4 avion luftarak kalojnë mbi Tiranë, çfarë po ndodh? Ai nuk kuptohet, janë avion amerikan. Po nuk kanë lidhje. Janë avion të NATO-s që po zhvendosen, vinë nga kjo baza ushtarake e Avianos në Itali dhe shkojnë këtej, domethënë shkojnë në një bazë tjetër afër lidhjes mes, nuk e di se ku shkojnë, nuk e di se ku mund të shkojnë. Besoj që kanë lidhje me këtë pjesë, sepse janë dy kompani amerikane. Mund të jetë rasti, jo, shikoj tani. Unë isha në atë moment isha në shtëpi, dakor? Dhe isha kështu dalë jashtë, në balkon. Dhe të betojmë që zhurma ishte brillante. Patjetër. Mua më shkoi shumë ekscituese, kupton? Janë luftarak. Se fiton lufta shumë, je i çuditshëm. O Gjinish. Se fiton lufta. Si mund të jetojmë pa luftë, Gjinish? Është vetëm gjë që na mban. Ore, Gjinish, vetëm gjë që na mban gjallë. E vetëm gjë që na mban në paqe është lufta. Imagjinoni për shkak një botë pa luftë, do ishte një cmerr, do ishte një meveri, do ishte një lëtyr, do ishte një sheqere, kupton? Ç'do? Kjo është vetëm gjë që na mban. Okej, do vriten sa njerëz. Demokratare, bota kështu ka qenë gjithmonë. Vazhdojmë Gjinish. Atëherë, po thonim që në rastin se Shtetet e Bashkuara nuk godasin. Nuk godasin. Pak gjasa ka ndodhi me sa duket. Atëherë çfarë është? Jo, mund ndodhi sepse thash që pak më herët bëri gjithë presion Trumpi, ka metodë Trumpi të sjellë. E ka metodë, mund të bëj dhe bluff. E çoi tarifën 185%. E të lutem na mban korrent çdo Trumpi tjetër nëse ka ndonjë gjë. Kjo mund të jetë një formë presioni për të krijuar kushte të reja për negociatat me Iranin, ku të jetë edhe pjesa e garancisë së Izraelit. Mos harro diçka tjetër tani. Trumpi ka ardhur për të bërë Amerikën e madhe, për të arritur financiarisë dhe lufta ka kosto shumë dha, sidomos kjo luftë ka kosto shumë dha. Nuk ke vendim Këshilli i Sigurimit. Ka dhe fitime shumë më dha. Patjetër, nuk ke vendim Këshilli i Sigurimit. Ke ardhur me kartën e mbylljes luftrave, të bërjes luftrave. Trumpi ishte njeriu i cili sulmoi Huthët poshtë, por bëri marrëveshje me Huthët. Nuk e zgjati luftën. Në qoftë se do mendojmë që ta thash që nuk shkatrohen dot aftësitë nukleare të Iranit. Po nëse do mendosh që do rrezosh sistemin e ajatollave në Iran me disa sulme ajrore, kjo është gabim. Nuk mund ndodh pa u fut kombësoria, dhe kombësoria është gjë tjetër fare dhe është larg loje, është një luftë tjetër shumë e madhe. Aq më tepër që opinioni brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës tani pjesën më të madhe është kundër luftës. Ju do thoni që kush pyet për të. Jo, nuk është aq e thjeshtë, sepse edhe në rastin e ndërhyrjes së Irakut është e vërtetë që presidenti Bush e mori vendimin pa marrë në konsiderat as opinionin, as mendimin ndërkombëtar, as atë aleatëve tjerë, por edhe duke u izoluar. Megjithatë, në rastin që nuk do, ose më mirë po them në rastin që do godas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse është tjetër gjë, bëhet fjalë vetëm për të bërë disa sulme, jo për ta pushtuar Iranin. Është tjetër gjë komplet. Për momentin nuk flitet për pushtimin e Iranit, flitet për të neutralizuar industrinë nukleare që ai është gati, dhe e dyta për të hequr regjimin. Po pra, regjimin ta thash, regjimi nuk hidhet me sulmet ajrore, por të futet trupa toksore. Trupa toksore është çështje tjetër. Mos harro që çfarë pozicioni do mbaj Rusia dhe Kina. Janë dy shtete që në vitin 24 kanë marrëveshje strategjike. E kemi Putinin, shive shtot Putini. Po kanë marrëveshje strategjike ushtarake me Iranin. E di. Dhe loja është kjo, domethënë, nëse Europa, falni, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do futen në luftë, a do të qëndrojë konflikti vetëm në lindjen e mesme? Me gjas, dhe këtu është frika.
Prandaj janë të alarmuar që të gjithë, domethënë. Megjithëse nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyjnë në këtë konflikt dhe zgjat, atëherë lufta del përtej hartës lindës mesme dhe ne këtu jemi përballë një lufte botërore, megjithëse në shumë tregues, shumë analistë thonë ka filluar që me pushtimin e Ukrainës. Unë tezë që thua ti. Asu nuk e besoj këtë tezë. Unë them që në ndryrë Amerika të tjerë do zbythen. Jo, nuk La Rusi, çfarë thotë Ledio se nuk e dëgjuam. Ik pak Ledio nga kjo se këto janë të vjetra. Ma kthe edhe një herë te Putini? Ma kthe që këta përkthejmë se ishte frëngjisht, lutem Ledio. Era fotit kam që kishe pak më parë. O Jenish, unë nuk i besoj fare se. La Russie met en garde les USA contre toute assistance militaire directe a Izrael. Që do të thënë, Rusia me en garde, do me thënë, paralemëron Amerikën, të gjoti Shëban, që të mos guxoj contre tout pra, kundër çdo asistence ushtarake direkte direkte në favor të Izraelit. Po këto janë gjitha deklarata, valla. Ne nuk e dim se ç'ndodh. Ne nuk e dim që për shembull mund të ketë një marrëveshje. Ha pra. Po, mund të jetë Putini mund të marrë diçka shkëmbim të kësaj. Ne po flasim. Kjo lojë është apo jo? Ne po flasim për skenaret. Ore, Gjinisë më duhet të bëj një pauzë tani se e kam me detyrim. Të bëj një pyetje unë. E zëm se SBA-ja Trumpi të riqet, siç bën zakonisht, bën bllov dhe vë tarifat, ngre tarifat. Jo, dhe kështu nuk mund të riqet në këtë lloj. E zëm se nuk godet. Konflikti s'është gjë tjetër. Bëj një pyetje unë. Ti mendon që kjo histori ka kthim brapa? Pra e zëm se nuk të riqet. E zëm se Irani, Izraeli i ul, më fal, të riqet nga sulmet. Të kuptova. Më fal një sekond. Çfarë fituan këtë histori? Se uraniumi aty do vazhdoj të pasurohet. Të kuptova. Po ky është gjithë problemi pra. Dhe këtë po mundohem të them. Që ne jemi ose në një presion të madh që tulemi në negociata me kushte të reja dhe Irani të pranoj, jo vetëm të heqë dorë nga uraniumi, po edhe këto raketat balistike. Irani mund të pranojë të heqë dorë. Janë skenare. Të shohim se nëse edhe Irani, nëse mendon që mund të rrezohet regjimi ajatollave, është i gatshëm regjimi të bëjë një marrëveshje tjetër çani. Të presi një kohë tjetër më të favorshme për të bërë një rritje tjetër ushtarake. Janë sisteme autoritare, do mendojnë rreth parë për ekzistencën e vet. E di se çfarë do të ndodhi, po jemi në moment mos kthimi, them unë, mos kthimi. Edhe një herë. De no retour. Edhe një herë. Ne po marrim në konsiderat skenaret të bu. Para pak orësh, lajmi i fundit, Putini ofroi të ishte ndërmjetës konfliktit mes Iranit dhe Izraelit. Dhe refuzoi Izraeli. Përgjigjja e Trumpit. Izraeli refuzoi, Irani e pranoi. Ai në fakt thot Trumpi ofroi ndihmonte në ndërmjetësim. I thash, më bëj një nder. Trumpi është i madh, sa bukur sikur flet për këtë, shumë të lagjes. I thash, më bëj një nder, ndërmjetëso vet. Le të ndërmjetësojmë Rusinë së pari. Në rregull, le të ndërmjetësojmë Rusinë së pari. Mund të shqetësohemi për këtë më vonë. Thot Trumpi. Tani dëgjoj. Ne Gjinish do bëjmë një pauzë vogël. Po, ai ishte aktrim pra se ndin mesazhe çfarë çani që unë nxefe ashtu. Ishte aktrim, e bëra edhe pjesën tjetër. Shikoni vetëm një gjë. Ishte aktrim pra. Her pas herë kam dëshirë. Me gjëra fjala. Bëj një pauzë vogël, Gjinish, se kam një pyetje tjetër për ty, shumë interesante. Ndërkohë që jemi duke pritur Trumpin do gjuaj apo jo. Do të pyetja surprizë. Po. S'ka fol asnjë deri tani për këtë gjë. Nuk është truar kjo si pyetje, se është pak si tabu. Do ta them pas pak. Dhe më pëlqen kur është shumë pa muzikë. Se po flasim për bombën bërthamore. E kur bie ajo s'ka asnjë zhurmë, ka pasaj e bukur është ajo kur bie pra. Ajo bie, ajo bie kështu dhe krijon një kërpudhe madhe, bie kështu. Krijon një kërpudhe. Pastaj fillon vala godixhe. Ti val, por nuk dëgjohet më asgjë. Ka sy sa bukur është kur nuk dëgjohen më ulurimat e njerëzve, kur s'ka më fare njerëz valla. Është një herë Gjinish. Është një mrekulli kur e mendon. Kupton, është një qetësi absolute. Kur mendoj që humanët e kanë prishur të planet Gjinish. Ai shpëtimi i planetit. Apo kjo çfarë ishte? Ishte aktrim, bëra sikur apo e kisha seriozisht? Prandaj mos bëni pyetje me veten tuaj. Vetëm shijoni. Gjinish, a ka tashmë Irani bombë bërthamore? Por para se të vite ky moment Gjinish të përgjigjesh, lajmet vazhdojmë. Lajmi fundit fare. Para 2 minutash Gjinish. Para 2 minutash. Cili është ky i fundit? Për qytetarët amerikan, Departamenti i Shtetit amerikan. Për qytetarët amerikan që kërkojnë të largohen nga Izraeli. Jemi live, ora është 22:46 minuta. Kujdes, Departamenti i Shtetit njofton. Për qytetarët amerikanë që kërkojnë të largohen nga Izraeli, regjistroni në programin e regjistrimit të udhëtarëve të mençur në step.state.gov është adresa për të marrë përditësime dhe informacione të rëndësishme
qytetarët amerikanë që kërkojnë të largohen nga Izraeli. Ne do të njoftojmë komunitetin e qytetarëve amerikanë se ka informacione shtesë për të ndarë në lidhje me opsionet e nisjes. Qytetarët amerikanë duhet regjistrohen në programin e regjistrimit të udhëtarëve të mençur, STEP, për të marrë përditësimet më të fundit. step.state.gov është lajmi më i fundit nga Departamenti i Shtetit. Lajmet fundit, Putini ofroi të ishte ndërmjetës në konfliktin midis, këtë e lexova. Lajmi tjetër, Vishegrad 24, thot, CNN raporton se SBA evakuan sot disa anëtar të personelit të ambasadës dhe familjar nga Izraeli me një avion ushtarak amerikan. Pra, tani, o të gjitha këto bëjnë në kuadrin e propagandës, gjinish, ose pastaj, në qoftë se janë vërtet, pra po ndodhin vërtet, gjitha këto që ne po themi, atëherë vlla jemi shumë afër një kataklizmoje. Ç'është kjo historia e bombës bërthamore? E ka vërtet një felin se më lejon. Jepi. Nëse të kujtohet çani para se Izraeli të sulmonte Iranin, presidenti Trump deklaronte nuk do të ketë sulm të Izraelit në Iran derisa ne të mbyllim diskutimet dhe negociatat. 2 orë para sulmit të Izraelit. 2 orë para sulmit, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Izrael deklaronte publikisht nuk do të ketë sulm Iranit tani së shpejti. Pra të gjitha mundësit janë aq më shumë, presidenti Trump e ka qef edhe këtë pjesë, të themi, aktrimi, po në rastin fjalë aktrimi nga një president me një fuqi shumë madhe, është pak me pasoja. Të shohim pasojat që Po gjithçka është e mundur. Të shohim pasojat. Gjithçka është e mundur, po themi. Megjithatë, unë për hir vërtetës nuk e shoh, të paktën deri në këtë fundjavë mundësinë e një sulmi që mund ndodh gjatë kësaj periudhe, por fritet për sonte pra. Sonte natën. Për sonte nuk besoj fare, megjithatë. Jo, mund të jetë kështu si thua ti. Nuk po nuk do vëm bas për të se nuk e dim. Nuk kemi asnjë info. Edhe Bashkuar të Amerikës kur fillojnë futen në luftra të tilla, nuk i bëjnë ftesë, nuk e lënë në vullnetarizëm largimin e nënshtetësve të tyre, po i kërkojnë që të largohen nga vendi i luftës. I kërkojnë që të largohen. Lajmi fundit fare. Po. Kjo pra. Jo. Rama premton ujë për bronjatët. Ishte gallati, jepi. Duke pritur bombën bërthamore, ja vlen të qeshë. Me 10 deputet mund të rini edhe pa drita, ore. Nuk është në gjë madhe ujë, s'ka një problem madhe, hajtë se bëjmë humor. Okej, të kthehemi pak, a ka Irani tash? Izraeli hakoi sinjale satelitore të Iranit. U publikuan mesazhe nga televizionet shtetërore ku i bën thirrje popullit në revolt kundër qeverisë. Në ekran u pasqyruan shkrimet regjimi ka dështuar të mbrojë fushën ajrore të Iranit. Nuk lëvizaj regjim, kjo në tentativa, domethënë, edhe në Gaza për shembull, Izraeli të njëjtën gjë po bën në një mënyrë më të shumtuar se sa ç'mund ta bënte çdo kusht tjetër, sepse po financon Ebu Shebabin, i cili është njëri i ISIS-it, i dënuar nga Hamasi me burg, sepse ishte pjesëtar i ISIS-it. Izraeli po e financon këtë, i cili ka krijuar një grup për të bërë një luftë civile, për të filluar një luftë civile brenda llojit. Ajo që duhet të them është kjo që nuk lëviz opozita iraniane, se nuk ka opozit në Iran. Do të jemi të qartë për këtë pjesë. Ka njerëz qef mbetur, por opozita politike është diçka tjetër. Revoltat janë diçka tjetër. Aq më shumë kur ndodhesh në një sulm të tillë çani, zakonisht populli mblidhet, sepse është i shokuar. Nuk është ky momenti. Megjithatë ti kthehemi pak pyetjes që kemi në ekran, a ka tashmë Irani bombën bërthamore? Është një debat shumë i madh çani. Shumë shkurt do të dalojnë në 2 periudha kohore që janë shumë të rëndësishme. Në 2003-shin Irani mori, ose më mirë po themi, në kontraband helikat e pasurimit të uraniumit nga kush? Nga Rusia, pjesa mbetë Rusisë. Në 2015-ën Irani kishte mundësi të prodhote uranium, por kishte uranium 3 deri në 4%. Komplet brenda normave normale. Çfarë ndodhi në 2018-ën çani? Presidenti Trump në mandatin e tij të parë u tërhoq nga marrëveshja me Iranin. Ky është momenti që fillon shkputja e Iranit dhe fillon të pasurojë uraniumin më tej. Me pak fjalë ajo që dua të them, ndoshta nuk ishte një lëvizje zgjuar prishja e marrëveshjes me Iranin, sepse do ta kishin nën kontroll. Do të kishin vetëm uranium 3, 4, diçka, por nuk fliçim sot për armë bërthamore. Apo jo? Sepse ishte dhe agjencia, ishte dhe ekspert. Tani un po them që Irani në 2018-ën kishte rreth 400 kg uranium 3-4% të pasuruar. Sot, Irani ka pas prodhuar 5 kg në muaj uranium pasuruar në 60%.
Dhe 5 muajt e fundit ka prodhuar nga 50 kg në muaj të pasuruar 60%. Tani, pa u futur në detaje që i përkasin ekspertëve, një bombë bërthamore çani ka nevojë për 25 kg, po them, po, ndoshta 25 kg, po, 25 kg të uraniumit të pasuruar 93%. Ndërkohë që Irani deri tani disponon uranium 60% pasuruar. Çfarë ndodh? 42 kg uranium të pasuruar në 60% mund të prodhojë një bombë bërthamore pothuajse me të njëjtën fuqi sa ç'është. Jo është gati, ka prej kohësh, jo tani, prej kohësh. Tani gjithë këto vite që Irani ka pas disponibil, me gjithë këto tensione, me gjithë këto problematika, me luftën e madhe, ju mendoni që Irani filloi luftën me këto milicit pa e ditur që mund të shkonte edhe në këtë skenar? Po sigurisht edhe ai është shtet. Është shtet që ka histori. Persët janë shtet që kanë histori, nuk është si çdo, nuk po flet me Saddam Husseinin, nuk po flet me Hizbullahun. Dhe iranianët janë shtet që bëjnë projeksione jo me 10 vjeçar. Aq më shumë një regjim teokrat siç është i ajetollave, ë? Kështu që Irani e ka. Ali e ka emrin këtu duket. Ali Khamenei. Ali Khamenei apo Khamenei? Khamenei. Khamenei si duash ti, domethënë. Irani e ka gjithë sasinë që i duhet për të prodhuar armë bërthamore. Ndoshta, edhe kjo mendjevasi, kjo arrogancë e Iranit nuk është aktrim. Irani po i nxjerr dhëmbët edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse ti do futesh në luftë, unë do të godas në të gjitha dominojmë jo vetëm lindjen e mesme, me pak fjalë. Ne çani me gjithë këto deklarata që janë krejtësisht asimetrike, por jo emocionale, ndoshta jemi përballë dy fakteve të mëdha. Përballë asaj që parashtroi Netanyahu në fillim të luftës së Gazës, kur filloi 7 tetori, kur doli me atë hartën e madhe për Izraelin e madhe, tha do ndryshoj hartën e gjithë lindjes mesme, por ndoshta harta e lindjes mesme mund ndryshoj jo në favor të Netanyahu, dhe jo në favor të Izraelit. Dhe ky është problemi i madh, sepse Irani nuk është si milicit. Irani, ju do thoni që pritër mirë si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pyetja thjesht është kjo. Pse nuk e bëri vetë Netanyahu Izraelin e madh? Pse nuk e ndryshoi dot vetë? Se nuk kishte fuqi ta përballonte Iranin, pavarësisht se deri tani ka qenë superior. Tregoj diçka, çani. Irani nuk ka futur akoma, ju thash që baza ose forca e Iranit janë raketat supersonike, hipersonike. Irani ka disa lloj raketash që akoma që i quhen arma të strategjike, me cilën edhe lideri suprem në fjalimin e tij djetë e pardjes edhe ka filluar të klasi ditë për ditë, tha që do çudisim botën kur të futen në luftë ose në përdorim këto raketat. Këto raketa shumë të rrezikshme çani. Sot e përdorin. Janë disa lloje. Si ma the emër pra? Khyber është njëra nga. Jo Khyber, më the një emër tjetër o burr. Ma dinisë mbazite, po unë se më mend tani. Sigjil, se si e thet? Sigjil është raketa që është nis sot, që është godit sot dhe ka rënë në Tel Aviv. Këto janë raketa çani që i kanë kaluar gjithë të 5 shtresat mbrojtëse të Izraelit. Domethënë, dhe për herë të parë Irani, duke përdorur këtë raketë, ka arritur të Sigjili, domethënë, ka arritur të godas aftësitë mbrojtëse, perdet mbrojtëse, sistemet antiraketore mbrojtëse të Izraelit. Për herë të parë i ka godit. Me pak fjalë, shumë analistë mendojnë që nëse Irani do fus në lojë këto raketa strategjike, siç i quajnë vetë, mund të ndryshojnë dhe ekuilibrat. Megjithatë, në të gjitha rastet, edhe nëse nuk ndryshojnë ekuilibrat, Izraeli nuk mund ta mund i vetëm Iranin. Dhe kjo nuk diskutohet. Ka bërë një goditje të jashtëzakonshme, ka punuar me vite të tëra, imagjino në Iran tani çani kapen për ditë grupe cilët janë rekrutuar dhe punojnë për shërbimin e Mossad dhe për Izraelin, po janë iranian ato. Nuk janë oficerë të Mossadit, janë iranian. Janë zbuluar dhe kanë dalë, unë jam parë me pamje, fabrika të vogla, po themi, cilët prodhojnë dronë brenda Iranit. Brenda Iranit. Mossadi prodhon dronë dhe godet Iranin brenda. Mos harrojmë që një pjesë e madhe e atij sulmit famshëm të ditës së parë dhe me kështu të kësaj të thuaje të shërbimeve ushtarake. Po pra. Sepse duhet kujtojmë që ti ndoshta s'ke kohë ose ke shumë informacione. Duhet kujtojmë që deri në vitin 1979, po, ka qenë partner. Irani ka qenë partner i Izraelit. Kanë shkruar mirë. Izraeli ka qenë partner i Iranit. Dhe bile e kanë ndihmuar Iranin dhe ushtarakisht në shumë fusha, në shumë dimensione. Patjetër. Kjo shpjegonte prezencën e madhe të Mossadit në Iran, pra histori e vjetër, kurse ka ndodhur tani. Ka histori shumë të vjetër se kaq. Në Asfahan është komuniteti hebrej më i vjetër në gjithë lindjen e mesme, që kanë që kohën e robisë Babilonisë, që në kohën e robisë babilonase.
është kontingjenti, dhe më thënë, në të gjithë gadishullin, në Iran ndodhen minoriteti më i madh hebre. Nuk ka as vendet arabe, as në Egjipt, gjithandej ka nga pak, po Irani ka pjesë më të madhe të hebreve. Dhe jetojnë, nuk kanë pas asnjëherë problem Iran. Megjithatë kjo është çështje tjetër. Problemi i madh është ky çani, që Irani ka një çarje të brendshme të sigurisë në mënyrë të tmerrshme dhe të tlahtashme. Ky është rrezik shumë i madh për Iranin. Është një fuqi e madhe, është një regjim i cili e kanë kontroll vendin, mos e diskuto fare këtë pjesë. Izraeli ka superioritetin teknologjik që godet pa fund, edhe kibernetika është një armë shumë e madhe, nuk diskutohet. Ka forcën ajrore, por Irani mund të bëj ndryshim të ekuilibrave nëse do nxjerrë armët strategjike të cilët askush nuk e di. Sot provoj sigjilin dhe ishte korrekt. Ideja, shiko, që të jemi korrekt, Çani. Ideja që Irani hedh 700 raketa me sulme dhe vetëm 20% bien nuk është ashtu. Ajo është metoda, si thua, mënyra ushtarake se si të thyej aftësitë mbrojtëse të Izraelit. Domethënë e tengop me dron mbrojtjen e Izraelit, mbrojtjen kundërajrore, mbrojtja kundërajrore nga tengopja ka një moment pauze dhe ky është momenti që godasin ato pastaj. Dhe ideja që 20-25 raketave kanë rënë nuk është ndonjë çudi e madhe. Prandaj po them që problemi është që një vend me 90 milion banor dhe një vend i zhvilluar si Irani, pavarësisht regjimit që ka në fuqi etj etj, është shumë e vështirë që të mposhtet. Problemi këtu nuk është të mposhtet Irani. Problemi është tu si mund të goditet pjesa që mund të kërcënojë teorikisht ekzistencën e Izraelit. Ju e thash në të gjitha rastet. Dhe kjo është dhe pyetja sot dhe gjithë ajo që ne duam të dimë dhe që të gjithë që na shohin janë kurioz, çfarë do bëjnë amerikanët, sepse dihet që Irani ka mbrapa Rusinë dhe Kinën. Besoj që Pakistani tentoi, po kundër amerikanët thanë kujdes se po vazhdojmë më Pakistani tentoi, po u tërroq. Nga Pakistani, jo, nuk është ashtu. Nga Pakistani, tash të gjejmë edhe pjesën tjetër të lajmeve, se lajme janë gjitha. Hajde merri vesh, jemi të mbytur me propagandë, lufta ka shumë propagandë Çani. Ne është një shtet, duam zoj për një shtet vasal amerikan. Pakistani nuk janë ashtu marrëdhëniet, ashtu siç kanë qenë dikur, sepse mos haro në përplasjen e fundit të Pakistanit me Indin, Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin krahun indian, nuk ishin shtetë në pjesë të Pakistanit. Pakistani e thyu Indin me teknologjinë kineze. Jam dakord. Prap janë Kina dhe Rusia, pra e thamë. Po pra, dhe ky është gjithë problemi. Çështja është. Jo, do të le të vazhdosh çështja është, pasi të bëjmë një pauzë vogël se kam me detyrim. Le bëjmë një xhiro në West Side Residence që kemi në East Side, s'tash West, nuk di pse tash West. East. Lindorën domethënë. E kemi ngjitur këtu me MCN-n. Kur vini për Elbasan, do futeni rrotullim madh, nuk mos u ngatroni në përqendra tregtare të neveritshme. Do shikoni në krahun e djathtë keni lobin, pastaj keni BKT, pastaj MCN-n, brap me një herë pas MCN-s është kjo. Perla këtu shikoni, quhet East Side Residence. Petro dhe Klodi janë dy investorë të paparë që kanë bërë këto vila me dimensione njerëzore, kanë më shumë xham se beton, kjo është shumë e bukur. Dhe përveç tjerave, të gjithë ju do të keni prindrit afër, mund të kapni një apartament. Ndryshe nga rezidencat e tjera, këtu edhe apartamente për masave të vogla, të mëdha, të mesme, ju i doni të keni prindrit afër, sepse ju duhet të keni në vil vet, në një apartament prindit dhe keni mbyllë jetën në këtë rezidencë të paparë. Është fare ngjitur këtu në kotat e Lundrës, është një perlë e paparë. Promotimet kanë filluar. Të gjithë ju që doni të kapni çmim, gjëja parë do bëni, do bëni telefones, do thoni ore e pam te Çani. Sa të dëgjojnë ata, do ju përgjigjen telefonin me Çani, keni 5% ulje. Si janë pak si falkush në këto kohë të vështira. Po vjen lufta. Strehohuni nëpër vila, hapni bodrume. East Side Residence quhet. Paparë. Rikthehemi me Gjinishin. Gjinish. Pra të thoja. Gjinish. Po thoje këto. Unë nuk shoh pikëthimi. Në qoftë se ky është një teatr, do merret vesh brenda javës. Jo, në qoftë se është një po patjetër, me ty jam. Unë nuk shoh pikëthimi. Me ty jam. Izraeli në qoftë se bën indietro dhe gjendet po themi një marrëveshje, unë nuk e kuptoj, uraniumi do filloj të dobësohet, këtë nuk e di unë. Atëherë ka një... Ku pa ma dhe këtë përgjigje? Për qeni sakt, për dë një përgjigje të sakt, Çani. Izraeli nuk mund të ketë garanci dhe siguri me Iranin në qoftë se do të vazhdoj regjimi i Homeneive, i liderit suprem. Dakord jemi me këtë pikë.
Atëherë. Patjetër, do ta shtynte nga ana tjetër, sepse regjimi mund ta prodhoj prap nesër. Nga ana tjetër, po i duhen vite morgjini. Edhe Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shumë të qartë që le të përdorin bomba sa të duash, nuk e shkatrojnë dot. Sistemi bërthamor të Iran nuk e shkatrojnë dot. Mund ta dëmtojnë pjesërisht. Nuk e shkatrojnë dot fare. Pra thuash e çojnë 10 vjet mbrapa. Edhe një herë. Sa më kupton. Se shikoj Gjinish, unë e mendimit që këtu nuk është të ketë fituar apo të humbur më. Këtu problemi është që këtu nga kjo luftë nuk është të fitojë Izraeli dhe mbasi Irani apo ana sjelltas. Unë mendoj që kjo është thjesht si të fitojmë kohë, të krijojmë një ekuilibër. Pra, por pyetja është kjo, a do jetë dakord Izraeli për të bërë një ekuilibër të tillë, për të pritur një moment dytë? Unë mendoj që jo, Çani, sepse Izraeli nuk do gjej kurrë dhe nuk ka pasur kurrë shans për të përballë me Iranin siç ka ardhur këtë herë. Nuk ka për të pas shans dytë. Dhe Netanyahu ka shprehur shumë qartë. Ti thua Izraeli nuk të liqet. Izraeli është ai që po tërheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftë. Çështja është, ne nuk kthehemi në pikën 0, Çani. Po çështja është deri në shpikë do shkojmë me këtë situatë që kemi tani. Edhe ky është problem tjetër, Çani. Deri në shpikë do shkojmë. Mund të jetë edhe një fjali të tjetër. Mund të jetë edhe një skenar tjetër. Trumpi është njeriu është biznesmen, dhe është njeriu i dilleve të mëdha. Mund të jetë një skenar tjetër, Çani. Trumpi merr lindjen e mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ditëlindja mesme mbetet në ndikimin e perëndimit, po themi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryesisht. Rusisi hapet, bëhet një marrëveshje, po themi. Rusisi hapet krau në Ukrainë dhe jo vetëm në Ukrainë, pak më tepër ndoshta, dhe Kina mbyllet me Tajvanin dhe me ishujt që ka në konflikt me Japoninë, dhe kështu bëhet një paqe e qëndrueshme. Bëhet një paqe më e qëndrueshme apo jo? Domethënë të gjithë skenaret janë të mundshëm. Problemi është, do ndryhin amerikanët sot apo jo? Sonde nuk do ndryhin amerikanët. Por nesër? Mundet në fund javë ose javën tjetër, nëse gjërat nuk do shkojnë. Megjithatë, mendimi im është ky. Amerikanët po bëjnë një presion të skajshëm që të ulen tavolinë, jo për të rikthyer në pikën para negociatave, po që me kushte të reja në negociatat e ardhshme, Izraeli të marrë gjithë garancitë që Irani nuk do jetë rrezik për Izraelin. Trumpi e tha pra, Irani duhet të kapitullojë pa kushte. Po pra. Jo, kapitullimi është një fjalë kështu. E kishte sot e ke edhe ti le dio deklaratën e Trumpit. E kishim. Trumpi tha Irani duhet të kapitullojë pa kushte. Ayatollahu thotë ne nuk ulemi, ne nuk përkulemi. Këto janë deklarata. Lajmi i fundit para 50 sekondash vëlla, para 1 minute. Janë duke ardhur bombat iraniane, këto ndoshta këto sigjilet që the ti, janë duke ardhur bombat për Izrael. Jo bombat, raketat. Raketat. Po pra këto raketat. Po. Po t'je në Tel Aviv ose Jeruzalem, thot, i kap kamera, më thonë. Raketa, besoj sulmi dobët, por e presim, më thot e në tani. Tani, Ledio, këto kamera që kemi në këtu vla, të kujt janë, se nuk i shofën poshtë. Janë në Jeruzalem dhe në Tel Aviv? Këtu janë Tel Aviv, Haifa. Ajo poshtë është në Haifa. Ajo poshtë është në Haifa. Haifa, po. Po Jeruzalemi është? Se mua më duhet për shumë Tel Avivi dhe Tel Avivin e kemi, po edhe Haifa. Kjo lartë fare çash kjo e madhe. Tel Avivi është lartë. Tel Avivi është lartë e para, imazhi i parë lartë. Haifa është poshtë. Imazhi i dytë, imazhi në mes është Haifa, nga e djatha është perëndimi i Iranit. Në qendër është jugu i Izraelit, pjesa zona e Gazës. Dhe pastaj nga krau në majt është jugu i Izraelit, po që është pjesa përballë Jordanisë. Okej, se i ndron dhe vet ai tipi që ka këtë live-in, i ndron dhe vet nëse ka në vend tjetër. E bën ai që ka live regjin Ledio. Ky është një link live. Kështu që s'ka problem. Kështu që ne mund të vazhdojmë sepse jemi kurioz të shohim nëse do të është e sigurt që janë nisur. Po, nëse janë nisur nga Irani, për sa kohë do të mbrin këtu? Sa ku ju duhet? Këto raketat e fundet janë shumë më pak. 4-5 minuta këto raketat e fundet. Vërtet? Po. E po Ledio, atëherë na duhet çik më e madhe kjo, na fut mua Gjinishin dhe si mund ta bësh që të shohim çik më mirë, pra ta zmadhosh të dritaren e këtë dupleksin e këtyre, e kamerës live, e live-it. Qose mundesh Ledio të lutem na hiqi këto imazhet e tjera, se këto nuk janë, na duhet kjo e live tani këto. Ky ka qenë një imazh i shpërthimit në televizionin. Po, e pam atë. E pam dhe dje që ishim me kullën, po. E pam dje më duket e Ledio? Jo, nuk e kam. Nuk e pam do dje, po. Kjo ishte para 2 ditëve më duket. Kjo ishte gjatë transmetimi live, po. Ledio, më shif mos të rregullosh dot mua dhe Gjinushin, po ti jemi të Jo, nuk e rregullojmë dot. Nuk e rregullojmë dot. Se? Kjo është goditja live. Mos.
Sepse e ke horizontale, pra dhe. A? Jo, nuk e bëjmë dot, tani në këtë sekundë nuk e bëjmë dot. Po se shumë e vogël drejqe, më nuk shofim gjë më kur. Po mi të pakten, mund të nëzirësh lartë? Ledio, mund të nëzirësh lartë? Ja, për shumë, kur të kishe mundësi tani këtu të më nxirje mua dhe Gjinishi në 2 dritare fare të vogla, njëri një cep, tjetër një cep tjetër, do ishte perl. Je kam pa mundur. E di, tani live nuk e bëndot. Po që si ka, lere këtu se digjohemi ne me Gjinishin, digjohemi sipër. Nëse vramë më djenë. Digjohemi sipër. Lere këtu një moment do të them unë se kur do vish prap. Është Tel Avivi, Haifa, Elati. Shikoni atë bombardimin e plot. Cili bombardim plot? Forse nuk digjohesh, forse nuk kam mikrofon. Po këpra se nuk më shef, nuk po më vjen gjë. Së më vjen gjë, shikoni bombardimin e plot, po më thua. Cili është bombardimin plot? Mos të mbash bosh, shikoni imazhet. Qartë në qartë, mos nuk e mbaj bosh se ke muhabet me Gjinishin, se vramë ndonjë fare. O Gjinish, dëgjoj Arianin, ndërkohë që po presim, po vinë ato, po vinë thuaje, raketat nga Irani, dhe që Okej, ledi Anzori prap këtu. O Gjinish, pyetja ime është kjo vlla. Si ka mundësi e bëra dhe Kullës dje kur ishim në emision? Që e kisha online, e kisha kështu, nuk e kisha... Sa të vinë, po vinë, po vinë. Po vinë tani. Hape Ledi, hape të madhe? Kjo janë është i madhë shumë. Po si ku e di që po vinë tani, më bura mund ma thuash? Jep alertë. Është alerti, po. Si i bët alertë, është aplikacioni alertit. Po do shohim do të gjithë këtu në thua ti? Se këtu përveç se kamerës madhe Ledi që është Tel Avivi, apo jo? Që është nga shumë larkë, sante, nuk e di pse. Këto tjerat janë shumë të vogla poshtë plak. Unë ngrit një. Po ne të shohim do të gjithë, dare? O, Gjinish, shikon që ti vlla se unë ngrit një. Tani se tani janë duke, tani unë ngrit kjo kundër ajrori izraelit. Dom të feri që e quhen ata. Unë nuk shoh gjë këtu ku jam. A Ledi shef gjë ti vlla? Jo, por momenti ka akoma qetësi, po pa një shkëndinë, pa një shkëndinë. Tu thot Haifa area mall, ku është Tel Avivi lart është i parë. Tel Avivi ke në krahun e majtë të ekranit. Ja ku Tel Aviv. Tani jemi live zoja zotëri shikoni. Ja, jemi duke parë, po mbrin bombat i pa parë, no, je brillant. Fyta. Po se jeno ka aplikacioni më burr, ka aplikacioni dhe bën pipi kur vin. Ka një aplikacion izraelit. E na është si shive. Si mbroja e hekur. Jemi live zoja zotëri nëse na shikoni në këto momente. U ngritën ato, si quhet në shqip dom të ferë, më burë? Dom të ferë. Këto më që përdorë Izraeli për të mbrojtër, më burë, to që lëshoj që i do të ajo. Perdja e hekur. Perdja e hekur, po. Po janë disa, nuk është vetëm ajo, janë 5-6 sisteme. Po nëse më ajo një... Janë gjithandej pamjet shumë qani. Ajo njëfer. Pamjet e në shumë, ja. Ku janë keq? Tani për shofë kë... Varat janë pamjet. Nese, po, një moment unë ngrit, a vazhdon alerti, po vinë? Vazhdon. O Gjinish, mund të më thuash ndërkohë që po shohim imazhet live nga bombardimi i radhës që po i bën Irani Izraelit. A mund të më thuash, si ka mundësi mor ti Gjinish, po ma thuaj me pak fjalë se do ndërpritesh sigurisht nga këto, si ka mundësi mor Gjinish që një vend me 9 milion banor, 9 ka Izraeli, apo jo? Pak të në flasim 9 miliona vetëm në Izrael, nuk po flasim për e brendi gjithë botën. Flasim për banorët e Izraelit. Është kaq i fuqishëm dhe përballet me një vend si Irani, që përveç teknologjisë dhe zhvillimit që kanë ata, janë 90 milion njerëz. Sepse Izraeli... Ç'është kjo histori më? Sepse Izraeli që në themelimin e tij si shtet në 1948 e ka parë fuqinë ushtarake si element ekzistencial të vetes tij. Prap duhet të ketë një raport forcash, është më më. E dyta. Izraeli gjatë luftës në Gaza mund t'i mbjetonte luftës në Gaza që nuk isha asgjë fare, luftonte vetëm 3 muaj me kapacitetet e veta, ndërsa sipas statistikave në përballje me Iranin mund të rezistojë vetëm 2 javë me kapacitetet e veta ushtarake. Do të thonë Izraeli nuk është vetëm Izrael. Izraeli s'ka asnjë armatim vetë. Avionet po janë shumë pak, prodhon. Po gjithë avionet nuk i ka të vetët, janë gjithë amerikanë, janë nga më të mirët, apo jo. Edhe sistemet mbrojtëse mori Thadin. Thadi është fjala e fundit e shkencës. Sistemi mbrojtës amerikan është njëshi. Jo, Thadi është gjë tjetër, nuk është perdja e hekur. Është sistemi i fundit amerikan, antiraketor. Vetëm Izraeli ka si vend tjetër i botës. Domethënë Izraeli me të vërtetë është 8 milion banor, 9 milion banor. Vendi vogël, sa kilometra katror? Por ka investuar pafund çani. Sa ne
Pak më i vogël? 20, po se s'ka territor akoma. Është më i vogël se Shqipëria. S'ka territor akoma Izraeli, kufi, domethënë 20 llogaritë domethënë, po vazhdon zgjerohet për ditë. Nuk ka kufi që themi është. Qartë, e kuptova po. 20-22 llogaritë domethënë. Çani ka një njoftim aty sipër. Çfarë thotë Ledjo? Që thotë kamerat nga Irani janë të fikura për shkak të blackoutit të internetit në Iran. Po. Pra nuk kemi kamera nga Irani, të cilat Po ku ky është ky njoftim, se nuk e shoh. ja është në buzën e sipërme të ekranit. Në Izrael fillojnë sirenat e alarmit në Tel Aviv dhe rreth tij. Ço e pak zëni Ledjo. Ço e zëni dëgjojmë sirenat. Pse është me zë ajo? Ledjo, ço e pak zënin e këtyre live-ve dëgjojmë sirenat vëlla. Jo, nuk kam zë për momentin, për pak do ta kem. Se kam atë aplikacionin unë, Ja. që të dëgjonim live. Tani po shoh te Al Jazeera, çani, te Al Jazeera po shikoj tash raketa Iranit. Çfarë thot? Sulmi i Iranit. Tani po vazhdon sulmi i Iranit me raketa në Tel Aviv. Po vazhdon, ne po i presim se ato janë nisur. Jo, po bien. Po ku po bien, mo të shikonin po të binin. Kemi, po nuk kemi pamje, nuk janë ato pamjet Al Jazeerës. Po jo pra sepse ky sajti që kemi ne live, ta çon e bën vetë regjin, e çon atje ku bien, e ndryshon kamerën, e ndryshon drejtimin. Është e sigurt. Kështu që erdhi një e parë që pam që ngritën këto perdja e hekur që filloi të kundërpërgjigje, por nuk kanë ardhur më të tjera. Ndërkohë pame nga Teherani s'kemi, sepse Teherani thotë që na tha Ledjo tani kanë ndjerë, ka ati një kështu që ka ikur interneti dhe nuk mundesh do të shofësh. Kështu që këto pame ne i kemi, Tel Avivin lartë, qa është e mesit e djo? Zona e Gazës. Po zona e Gazës pse më burë? Po sepse ka ndodhur sot që ranë bregun perëndimor një raketë iraniane. Pasi shpërtheu në ajër, ra pjesa e mbetur ra në bregu perëndimor. Ra te Gaza apo te bregu perëndimor? Te bregu perëndimor. Gazës kotës e interesant që nga një deklarate e presidentit Modi, presidentit Indis, Çani, i cili i thot Trumpit, presidentit Trump, armëpushimi midis Indisë dhe Pakistanit u kontrolluar përmes bisedimeve mes ushtrive, jo nëpërmjet ndërmjetësimit amerikan. Modi. Po pra, më thon kujdes mos po shikoni lajmet indiane Hindustan Times sot, se ata mashtrojnë vetëm gënjejnë, hedhin të vjetrat në live sot, tërkohën për shikueshmëri. Është vërtet. Është merr. Është merr indianët e. Gjinish, ki kujdes mos shikoni as të indi. Jo, jam te Al Jazeera. Te Al Jazeera. Te Al Jazeera janë korrekta? Po, këto janë korrekt. Po mi, këto që kemi live për para tani, se unë dyshoj në gjithë shka. Je sigur që jemi live tu? Shte sigur. Po tipi që ka këtë qa është Izraelit? Nuk dhije që është. është mesnat, pra 0-11. Sa është ora tani në Tel Aviv? 0-0-11. A është një orë para, po janë një orë para këta. Nese më t'i gjo, ne dhe mund të rinjë t'i presin këta, se kemi më betë shteme me Gjinishin. Duhen 30-20 minuta më thot pra tipit e, nuk vinë për 10 minuta më kur. Do 30-20 minuta thot. Po jo me kanë arritur, po jipte Al Jazeera tani. Live. Jo, ato dukeshin që ishin lartë, ato pati shpërthime. Po pati vetëm 1-2 pra më duket. Jo, nuk ishin 1-2, ishin 5-6. Ishin 5-6? 5-6 që dukeshin këtu, tjera mund të këtë qenë në zona tjera. Rangje apo i kapi kjo perdja? Tashi, perdja ka kap, po ndërko Al Jazeera thot që kanë rënë dhe disa tjera. Po shtin të një vodi për një datë, pas e rënë të praktisë programit të televizion. Lajm i ri thot, më vjen një tip. Presidenti Trump u than ndihmësve të lartë se miratoi planet e sulmit ndaj Iranit, por po shtyn dhënien e urdhit përfundimtar për të parë nëse Teherani do praktikë programin e tij bërthamor. Diego Garcia, po. E vërteta, ka dhe një... Nese, digjo, unë them ta mbyllim Gjinisht, sepse më mirë është që të lëmë dhe njerëzit rehat, ata që janë të interesuar mund ta shohin, mund të futen në internet dhe e gjenë një live. Kështu, Gjinisht, para se të ike, më thuan një gjithë vogël. Po. Si patriot që jemi dhe që, të më thënë, na dhëm shumë flamurin shqiptar. Gjinisht, jam kurios të di. Mund të hajë Shqipëria në i prejt nga Irani, për faktin që ka streuar një 4.000
Mujahedin këtu në te City Parku? Jo. Pa një sekund, pse jo? Edhe problemi... Por hakerim është folur nga iranianët. Me ambasadën iraniane, Dori Ramsi III e mbylli. Thanë dhe presim marrëdhënie diplomatike. Po se të bënë sulmi kibernetik ato. Ali Khamenei e ka, se nga Trojun. Khamenei ka qenë ai i pari. Dori i tha para lideri suprem. Po, lideri suprem, Dori tha para sa kohë është, Shqipëria është një vend rufjan, se si i quhet. E mban mend bëri deklarata ai. Një vend rufjan, tha, lidhur me amerikanët e me kështu. Pra, se thuash, pse ti e përjashton? Unë e di që ne jemi një cop lesh mut vendi bythe. Por, duke qenë se janë 4.000 mujahedin, po thuajse në kryeqytet, pse ti e përjashton që në rast të një ekstonsion, pra të një zgjerimi të luftës, paf, lëshojnë të një gjata. Pse duket në i çudi? Irani, Irani ju vërsul Shqipërisë me atë krimin, me atë sulmin e famshëm kibernetik, për një arsye. Nuk dihet ka qenë Irani apo jo. Irani kam dyshime, të forta. Irani ka qenë paktën. Unë kam dyshime të forta që është bërë nga njerëz brenda këtu për të fshirë shumë gjurmë. Ka pasur gjurmë që mund t'i kapte spaku. Çani, atëherë jemi korrekt. Sulmi kibernetik ka qenë nga Irani. Gjatë sulmit ka pasur dhe histori tjera brenda shqiptarëve që kanë vazhduar, që kanë përfituar, siç është loja Teamsit e tjerë, po janë gjëra tjera këto. Nuk ka diskutim që sulmi ka qenë nga Irani. Dhe Irani e bëri sulmin kibernetik, jo se ne jemi një shtet rufjan. Një vend shejtan i vogël. Bravo, jo se jemi një vend shejtan, jo se jemi vend antar të NATO-s, jo se aspirojmë të shkojmë në BE, jo se nuk jemi aleat aty, po jemi aleat Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për një arsye të thjeshtë. Mujahedinët El Khalq bënin dhe organizonin propagandë politike, madje flitet, unë kam dëgjuar atëherë, po hajde merre vesh domethënë sa i saktësh. Vetë zyrtarisht Irani akuzoi mujahedinët e Shqipërisë që bënin sulme kibernetike në institucionet iraniane. Po të shkosh për shembull, se ne kemi edhe diçka të bukur. Ne jetojmë në Shqipëri dhe flasim për Iranin si një shtet diktatorial, po hajde merr ti një kamerë dhe futu një herë tek në Manës, tek vendi ku rrinë iranianët çani. A mund të futesh? Pse nuk futemi? Çfarë janë ato? Çfarë problemi ka aty që të futet një kamerë brenda? 4.000 vjet çani si ka mundësi që nuk shef asnjëri sipër më. Ku futen ato njerëz? Ku rrin? Si çoj policinë më para. Po i rahen ato. I peça ndodhi. Si u dhunu policia. Po pyetja ime është kjo më. Edhe nëse kalon aty afër, nuk sheh asnjëri sipër faqe më. 24 orë. Janë kundërshtar. Çfarë bëjnë këto njerëz? Ç'o bëjnë këto njerëz poshtë? Të janë kundërshtar të regjimit dhe presidenti Biden në momentet e fundit pa thonë që ne nuk shohim. Al Jazeera është duke përdorur po të njëjtat imazhe. Ja Al Jazeera. Po përdor të njëjtin imazh. Po është Al Jazeera, po. Po, Ledio. Megjithatë duhet të thonë, Ledio, që nuk është faji i kanalit që ke zgjedhur ti, e vërteta është që Irani nuk po godet me një intensitet raketash balistike siç ka goditur ditët e para. Me 100, 200, 300 me dronet tjera. Janë shumë pak. Për shembull, edhe sot para se të vinë në emision ne, bërë një goditje me 12 raketa. Vetëm 12 raketa. Kështu që është vështirë t'i kapësh të gjitha. Sepse aq më shumë jemi në situatë lufte në Izrael, nuk është janë gjithë mediat botërore atje dhe hajde t'i kapësh. Loja është e hapur. Ajo që po thoja, të lutem, ndjes. Më fal. Irani na goditi sepse mujahedinët e Khalqut bënin aktivitet. Sulmuan institucione në Iran nëpërmjet viruseve, sulmet kibernetike. E fundit që dua të them unë është kjo, ne nuk jemi të rrezikuar fare nga Irani. Madje për hir të vërtetës me gjithë respektin edhe për atë lonjatin që s'kishte ujë për ne të tjerë shqiptarë, ne nuk jemi në listë çani. Pavarësisht se dëgjojmë shpesh herë Ramsin që del në Këshill Sigurimi dhe bën me gisht Rusisë, shiko, post tërhiq trupa se që unë të heq këtë Zelenskin, mos jap fjalën Zelenskit, del presidenti jon, pastaj të tërheqet, të ndalosh urgjentisht programin bërthamor, del ministri i jashtëm. Shiko, mos bëhemi karagjoz, edhe këtë them me shumë sinqeritet për titullarët e vendit tim. Ne kemi aleatët përcaktuar, po qëndroni brenda kontureve të një ligjerimi diplomatik të natyrshëm, normal. Nuk keni nevojë të sjelleni si harbutër, se nuk na ka njëri në llogari dhe bëhemi qesharak para botës. Imagjinoni ambasadori i Kinës dhe i Rusisë përballen çdo ditë me ambasadorin amerikan në Këshillin e Sigurimit. E keni parë çfarë etike kanë ndërmjet njëri tjetrit. Çfarë etike, janë kundërshtarët më të mëdhenj, rivalët më të mëdhenj në botë dhe kanë etik komunikimi. Këta tanë dalin si çobej dhe godasin kot.
Do nuk kemi nevojë për këtë servilizëm, se nuk e prish kë luftë aleancën tonë, ne kemi të përcaktuar se ku jemi të renditur zotërit. Nuk e nevojë të bësh se është mercenarizëm ordiner, nuk kemi nevojë për mercenarizëm, kemi nevojë për aleanca. Kërkohë që Ramsi 4 të ke parë që s'po thot asgjë. Po flet fare. Ramsi 4 si zhytur me këtë historinë, ka marrë përsipër gjëra që nuk bëhen. Kemi folë për... A si llav Ramsi 4 për të luftën? Po se ka njëri pra në konsiderat, a doli me historinë e marrjes së 100 palestinezëve, ku i ka? Nuk e ka njëri në konsiderat. Ramsi kujton se duke thënë botës hajde se i zgjithun punën dhe po e marrin në konsiderat. Je shtet shumë i vogël, vlla. Je shtet shumë i vogël. Dhe në këtë përplasje të madhe, Çani, dhe në këtë përplasje të madhe që mos harrojmë, jemi në momentet e krijimit të rendit drejt botror dhe do ketë gjithmonë lëvizje gjeopolitike. Shtetet vogla si ne duhet të jenë shumë kujdesshëm, Çani. Jenë shumë kujdesshëm, sepse në një moment caktuar, nuk është ky momenti, po themi, mund të shkosh edhe kolateral, për shkak budallëqeve të sjelljes tënde. Avash. Merremi me vendin ton, me stabilitetin ton, me ato dritat që mungojnë, me ujin që mungon Vlorë. Këto janë gjërat më kryesore. Ne nuk kemi faktor për Çani. Unë pikërisht për këtë, prandaj unë mendoj që më shumë sa për të arsye që the ti gjinisht, që unë respektoj dhe sigurisht i pranoj, unë mendoj që këtu, dhe me këtë do mbyll emisionin për sonte, mendoj që në Shqipëri në fakt askush nuk ka për momentin ndonjë interes që të lëshojë ndonjë gjë për të bërë dëme, sepse më shumë shpenzon se sa arrin ndonjë gjë. Pra kupton, të hedhësh një gjë këtu është domethënë të harxhosh lekët kot. Kështu që si ja vlen, një komplet për këtë arsye më. A mund të them një batutë fundit që po e lexoja se për këtë që po flisim? Mbyllë. Miku im Haxhi Sufi thonte, jemi shumë të rrezikuar, ti marrim krerët e shtetit dhe politikanët tanë, majtës e djathtës, ti fusim në reparte ushtarake dhe ti lutemi Iranit ta lçojë një raketë dhe të shpëtojmë. Dhe ta mbyllim me këtë foton e Breshkës, sepse kjo do të jetë kryefjala për sonë, ndërkohë që Trumpi pritet të marrë vendim, janë mbledhur tani në këto momente. Lajmi i fundit është që Trumpi është futur ndërkohë, u kapën të gjitha, nuk pritet më këto momente gjëra të vinë nga kështu bomba nga Irani. Ndërkohë Trumpi sapo është futur te dhoma situatës, në Situation Room quhet kjo dhoma atje poshtë, është dhoma e Underwoodit, e Francis ose Frank Underwoodit për gjithë ty që për gjithë ju si punë e Ramsit 4 për shembull që e ka parë me 10 herë atë serial, dhe që unë jam duke përfunduar për herë të tretë dhe sa të mbaroj do të filloj prapë nga fillimi. Megjithatë fjalët ju do të mbyllim pak me atë Breshkën si foto kështu në qetësi, Breshkën me 2 plumba ja. Shqipëria bëhet gati për luftë. Kjo është situata. Kosovën e keni afër. Këtë emision mund ta ndiqni nga Kosova, të gjithë ju që mezi po prisni. Bashkë takohemi të premte në orën 9 darkës me Kismet që zohemi gjallë deri atëherë. Mirupafshim toksor.